njofte të presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky tani do realizojmë një lidhje të drejt për drejt me Ardit Gjinalin, eksperti i gjeopolitikës. Zotri Gjinali, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Ditar. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si e pat kë deklarat Zelensky, çka këtu i shumë reagime? Patjetër që ishte një deklarat që e pasuar nga një vizitë zyrtare që zoti Zelensky mbajti në Republikën e Serbisë. Një deklaratë e cila patjetër që mund cilësohet e panevojshme, duke pasur parasysh kontekstet politike në të cilat po operon të gjitha ngjarjet gjeopolitike në tërësi, por nga ana tjetër mendoj që deklarata në tërësi në vetvete është një deklaratë e cila është stacionare dhe mendoj që është në përputhje me disa kushte specifike të aktualitetit të momentit. Dhe duke pasur qëndrimi pritshëm, po thoni zotri Gjinali. Ishte qëndrimi pritshëm, po thoni. Ishte një qëndrim, mendoj, siç e thash edhe një herë më lart, një deklaratë e cila ndoshta mund të konsiderohet e panevojshme, por në kontekstin segmentar të këtij momenti, duke pasur parasysh mbajtjen e vizitës zyrtare dhe kontekstin në si mbahej vizita, kjo deklaratë ishte një deklaratë, siç e thash më lart, segmentare. Jo një deklaratë e cila mendoj dhe është në përputhje me disa interesa politike të momentit. Por vitet dhe periudha gjeopolitike nga viti 2022 na ka dëshmuar që qëndrimet shpesh ndryshojnë dhe mendoj që ky qëndrim nuk do të jetë një qëndrim i pandryshueshëm dhe absolut, por dinamik ka të konfliktin dhe nga fryma dhe e samitit të Ankaras në lidhje me mbështetjen ndaj Ukrainës, mendoj që periudha në vijim mund të jetë një periudhë e cila mund të ndryshojë edhe kontekstin e kësaj deklarate. Kjo deklaratë e thashë më lart, e sërish e them, ishte panevojshme. Reagimi i palës së Republikës së Kosovës është një reagim i natyrshëm, një reagim normal, një reagim i drejtë. Reagimi i shqiptarisë në tërësi patjetër që nuk ka munguar dhe nuk duhet mungoj, por sërish them dhe faktin tjetër, që emocionaliteti është i vërtet, ka baza të vërteta, por loja gjeopolitike është e ftohtë. Dhe duke patur parasysh këtë fakt, ne duhet që të jemi të kujdesshëm, pikërisht në shmangjen e keqkuptimeve të caktuara, apo në terrene të caktuara të cilat palë të treta, jo dashamirëse të konsoliduara me shqiptarinë në tërësi, dhe këtu ka parasysh Rusinë, apo dhe aktorë të tjerë si Kina, mund të përdorin terrenin e emocionalitetit të vërtet, pikërisht për të ndërtuar disa fabula të cilat janë të pashëndetshme dhe që mund të keq orientojnë dhe qasjen publike. E qartë. Kështu që mendoj që kjo deklaratë, siç e thash, ishte e panevojshme, por duhet ta shohim si një deklaratë segmentare politike, e cila meriton reagim, por nëse shohim sot, ngjarjet nga viti 2022 vijim na kanë dëshmuar ndryshime të rrjedhave të shpeshta gjatë periudhave politike kohore. Po, zotri Gjinali, po. Pro, në këtë... Mendoj që duhet të jemi të ftohtë në secilin moment të gjykimit dhe mbi të gjitha, siç e thash, mos të lejojmë që emocionaliteti jon, ndjeshmëria e cila është patjetër që na përket gjithëve si shqiptar, kjo ndjeshmëri mos të përdoret nga aktor tret të konsoliduar jo dashamirës. Në fund të ditës sërish e themi, për ne si shqiptar rëndësi ka që konflikti në Ukrainë përfundojë, që ne të jemi në jetën me aleancën perëndimore e cila vijon të jetë në linjë dhe në aleancë me Ukrainën. Në këtë deklarat, pra po thoni që mund të kenë ndikuar edhe vizita e tij në Beograd, i bie kjo rrjedhimisht këtu me këtë deklarat ka përfituar më së shumti Serbia? Serbia dhe më saktë, përkatësisht presidenti i saj, Aleksandar Vučić, duke pasur parasysh ngjarjet politike të ndodhura në Serbi gjatë gjithë këtyre 2 viteve të fundit.
duke pasur parasysh dinamikat politike, duke pasur parasysh një marrëdhënie kontroverse me Moskën, ku nuk duhet të harrojmë faktin që Moska ka patur përfshirjen e saj edhe në protestat kundër zotit Vučić, jo për ta rrëzuar zotit Vučić, por për ta lëkundur pozitën e tij. Nga ana tjetër, dhe zoti Vučić po përdor pikërisht një taktikë diversioniste përmes takimit dhe me zotin Zelenski, pikërisht për dërguar një mesazh dhe një sinjal në Moskë. Por dinamikat e brendshme, ndoshta të shpejta brenda Serbisë, ku do të përplasen dhe interesat ruse që janë shumë fuqishme nga njëra anë, dhe këto lëvizje pindarike që karakteristike të zotit Vučić, mendoj që pikërisht kjo do të dërgojë Serbinë drejt një jo stabiliteti të vazhdueshëm politik si rezultat i përplasjes së këtyre interesave. Por kjo është çështja e tyre. Ne si shqiptar, sërish e them, për mua kjo është e rëndësishme. Ne si shqiptar duhet jemi me mendje të thotë, me racionalitet të fortë, të përgjigjemi aq sa duhet për deklaratat segmentare të cilat nuk janë të drejta, por të jemi të kujdesshëm në keqpërdorimin e reagimit ton të vërtet për arsye dhe interesa të errta të fuqive të cilat në fund të ditës gjithmonë janë kundër shqiptarëve dhe faktorit shqiptar në tërësi. Kështu që për sa i takon Serbisë, në pamjen e parë duket që është një moment përfitimi për sa i takon Serbisë, Serbia ka parasysh atë tregti të armëve që ka bërë me Republikën e Ukrainës, por në kuptimin afatmesëm, Serbia patjetër që sepse jam i bindur që do të ketë një terren i një përplasje të interesave centrifugale. Të lindjes ka njëra anë, pra ruso-kineze dhe njëkohësisht edhe të momenteve të atyre lëkundjeve që zoti Vučić i bën me qëllim pikërisht për të krijuar një formë diversiteti dhe diversioni në raport me aleancët tradicional, edhe me BE dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky përfitim i Serbisë është afat shkurtër. Shkak që jemi krejtësisht në fund, kam edhe një pyetje të fundit. Si pritet pra kjo deklaratë që të ndikojë në marrëdhëniet e më tutjeshme mes Kosovës dhe Ukrainës, duke pasur parasysh edhe reagimet të ashpra që pati në Prishtinë dhe në Kosovë? E thash, është në nderin e Republikës Kosovës, por dhe në nderin e Republikës Shqipërisë dhe faktorit shqiptar në tërësi të ketë një reagim politik në lidhje me këtë deklaratë. Por konteksti gjeopolitik në tërësi që përfshin patjetër dhe rajonin e Ballkanit dhe ku ne shqiptarët përbëjmë absolutisht një element politik thelbësor, nuk duhet të nënshkaluar. Pra, qëndrimi duhet mbajtur me sinqeritet, por kompleksiteti i marrëdhënies drejton drejt, siç e thash, një racionaliteti të pastër dhe një logjike të shëndosh dhe të fortë, edhe të ftohtë. Kështu që patjetër që marrëdhënia ndoshta në këtë segment nuk mund të jetë si më parë, por kjo marrëdhënie nuk do të cënohet për shkak të faktit që lufta e Ukrainës është një luftë e cila në fund të ditës i përket përtej territorit politik të Ukrainës, i përket patjetër të gjithë shpirtit politik me të cilin është ngritur vizioni i Aleancës Perëndimore, i Aleancës Atlantikut Veriut dhe pjesë e cilës jemi ne shqiptarët përmes Republikës Shqipërisë dhe ku aspiron edhe Republika Kosovës të jetë pjesë në të nesërmen politike. Kështu që kjo marrëdhënie duhet të jetë kujdesshme, me bazuar dinjitet, pa harruar këtë deklaratë, por me kujdes në lidhje me hapat e tjerë në vijim. E qartë. Është një mësim që Kosova duhet të jetë proaktive në secilin segment të diplomacisë. Fakt i cili po mungon duke pasur parasysh edhe jo stabilitetin e skajshëm politik në planin e brendshëm dhe gjithë atë
mungesë të madhe të operativitetit edhe politik në arenën ndërkombëtare. Pra ky është një mësim edhe për Kosovën për të ridërtuar një fabull të re në politikën e jashtme, duke pasur parasysh që aleatët janë aty, por fabula jote nuk duhet ndojë dhe duhet ndërtohet efektivisht. E qartë, zotëri Gjinali, për shkak të kohës, unë falenderoj shumë